I zhdukur prej ditësh në mesin e kërcënimeve të Izraelit se do t'ishte shënjestra e tij, lideri suprem i Iranit Ayatollahu Ali Khamenei u rishfaq me fjalimin e vet të parë publik që nga fillimi i konfliktit mes dy vendeve rivale. Në mesazhin video, Khamenei u tregua sfidues me pretendimin e fitores ndaj Izraelit dhe pohimin se Irani sipas tij i dha një shuplak të fortë Shëbas. Shtetet e Bashkuara dështuan siguronin ndonjë arritje domosdoshmëse me sulmin ndaj objekteve bërthamore të Iranit. Donald Trump doli me një rrëfim mjesht zakonisht egzageruar të asaj që ndodhi vërtet. Udhëheqësi iranian u shpreh mëtej se vendi i vet demonstroi unitet të qartë, duke përcjellë mesazhin se populli i Iranit është një trup i vetëm. Trumpi i bëri thirrje Iranit të dorëzohej, tha Khamenei, por këto komente ishin shumë të mëdha për presidentin amerikan. Lideri iranian kërcënoi gjithashtu me sulme të tjera ndaj bazave amerikane në rajon. Nëse ndodh një sulm, kostoja për armikun dhe agresorin sigurisht që do të jetë e lartë, u shpreh ai. Ndërkohë, nga sulmi më hershëm i Republikës Islamike ndaj një baze amerikane në Katar, nuk pati asnjë viktim. Komentet e Khameneit vijnë 2 ditë pas armpushimit të ndërmjetësuar nga SBA-ja, që i dha fund një lufte 12 ditore mes Iranit dhe Izraelit. Sulmet izraelite në Iran vran gati 630 civil, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Teheranit, ndërsa në Izrael numërohen 28 jetë të humbura.